Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi i jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. Miq të programit Muzik Plus, vazhdojmë të jemi së bashku në valët e Radio Emanuel drejt për së drejti dhe rikthehemi në studio me të ftuarin e ditës së sotme. Unë e prezantova shkurtimisht edhe më herët. Në këto momente në studio për të zhvilluar një intervistë dhe një bisedë shumë të veçantë është pastor dhe mjek në profesion Patriot Hoxhaj. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Më trego pak, pastor, si ka qenë kjo periudhë për ty, për shërbesat që ju keni, përpara se të ndalemi tek tema tek e cila ne do të fokusohemi sot. Ka qenë një periudhë që ne sapo festuam Pashkët, ishte vërtet një fest shumë shpresdhënëse, një përkujtim në fakt, sepse Pashka jonë në çdo ditë dhe ne kujtojmë gjakun e Krishtit, sakrificën e tij për të gjithë njerëzit, për shkak të dashurisë së Perëndis. Ai e bëri këtë sakrificë dhe na dha një shpresë për jetën e përjetshme pranë Perëndis, na pajtoi me Perëndin, na shpengoi nga çliroi dhe na shpëtoi nga mëkati dhe nga prangat e mëkatit në fakt. Gjithashtu edhe nga frika e vdekjes, dhe nëpërmjet dhuratave të tij ne jemi shëruar, të gjithë ata që besojnë e pranojnë në zemrën e tyre Krishtin edhe ndjekin urdhërimet e tij. Por është një periudhë shumë e veçantë e vitit, një kulm, si të themi, i gjithë asaj ecje që ne bëjmë me Perëndin çdo ditë. Normalisht shërbesat ndaj Zotit kanë sfidat e tyre të përditshme, sfidat frymërore në radhë të parë, lufta e padukshme frymërore që vazhdon. Është edhe më e madhe. Është e madhe, është e fuqishme edhe patjetër ne jemi renditur në skalionet e ushtrisë së Perëndis, kështu që jemi në këtë luftë të vazhdueshme me lutje, me fjalën e Zotit, me shpalljen e kësaj fjalëve, me lajmin e mirë tek të humburit. Dhe kjo është ajo ecuria e përditshme, si më thënë, e shërbesave, dhe është edhe kënaqësia që ne gjejmë kur ne shikojmë jetë të ndryshuara, kur shikojmë njerëz që kthehen me vepra pendimi tek Zoti edhe e ripërtërihen në jetën e tyre dhe në komplet qenien e tyre. Kjo është edhe mrekullia e Krishtit kur ai hyn në jetën e një njeriu. Ne sot në fakt do të ndalemi tek një temë e cila ndoshta trajtohet pak, por është vërtet shumë e rëndësishme. Prandaj dua të të pyes së pari se si e përkufizon Bibla trupin dhe shpirtin, a i ndan ato si të veçanta apo i sheh si një tërësi të bashkuar? Po, besoj që ka këndvështrime dhe pikpamje dhe teori nga më të ndryshmet që qarkullojnë për vite dhe për shekuj të tërë, për atë që si është njeriu në gjithë kompleksitetin, në qenien e tij, studime pafund nga ana e mjekësisë, e shkencave mjekësore, studime pafund nga ana e shkencave filozofike, e psikologjike dhe shumë gjëra të tilla. Por pyetja që qëndron me vend, çfarë thot Bibla? Dhe kur themi çfarë thot Bibla, ne dimë që Bibla është fjala e Perëndis dhe ne dimë që Perëndia është i vërtet dhe ne dimë dhe që kjo fjalë është e vërtet dhe që ka fuqinë e Perëndis brenda dhe kjo kur nuk ndryshon.
po të shikojmë që nga zanafilla, kur u krijua njeriu i parë, Perëndia e krijoi atë si një unitet. Pavarësisht në fillim u krijua gjëja materiale, trupi fizik prej pluhurit të tokës, por ajo ishte diçka pa jetë. Dhe Perëndia i dha frymën e jetës njeriut dhe gjithashtu edhe shpirtin, dhe janë 3 element pra që janë në njeriu, që është trupi fizik, i cili përbëhet gjithashtu nga 3 element të vetët, është nga gjaku, nga mishi dhe kockat, edhe nga shpirti dhe fryma, ose pjesa e ndërgjegjes së njeriut, ku është në frymën e tij, dhe shpirti ku përmblidhen të gjitha emocionet, dëshirat edhe ndjesit që njeriu ka. Pra të gjitha këto element janë të personifikuara, janë person brenda njeriut, por janë në unitet. Pra këto e bëjnë njeriu atë që është një qenie e plot. Dhe Perëndia kështu e krijoi që në fillim, që të mos ndajë asnjëherë shpirti nga trupi ose fryma nga trupi fizik, pra që të ishte në përjetësi. Dhe deri në momentin që njeriu e humbi këndvështrimin, e humbi pikën e orientimit, pra e humbi targetin e tij që ishte Perëndia dhe marrëdhënien me Perëndin për shkak të mëkatit dhe rebelimit, deri në atë moment çdo gjë ishte e përsosur tek njeriu. Pra brenda njeriut të gjithë këto persona ishin në unitet të plot dhe në harmoni absolute. Gjithashtu harmonia ishte e përsosur ndërmjet njeriut dhe Zotit, ndërmjet Evës dhe Adamit midis njëri tjetrit, dhe ndërmjet njeriut edhe vetë krijimit ose tokës dhe gjithçka që ishte, gjallësave dhe çdo gjë që ishte, kishte një marrëdhënie harmonike të përsosur. Pra deri në këtë moment çdo gjë ishte unike edhe e pandashme. Me hyrjen e mëkatit, me rebelimin që ndodhi, atëherë jetën e njeriut filloi që ta drejtonte shpirti egoist, edhe një shpirt i cili pastaj e çoi edhe gjithë natyrën edhe gjithë qenien e njeriut në një qenie të rënë, të korruptuar, nga një shpirt i korruptuar, dhe si përfundim vdekja hyri në botë. Po para kësaj nuk ishte as sëmundje as vdekje. Ishte një unitet i përsosur në Perëndin. Edhe nga përvoja jote si pastor, por patjetër edhe si mjek, çfarë ndikimi ka gjendja shpirtërore për sa i përket shëndetit fizik të një personi? Po ndoshta e kemi përmendur dhe herë të tjera, zakonisht në mjeksi, në shumë vende, po sidomos dhe këtu në ne. Kryesisht mjekësia është përqendruar në anën fizike, anën materiale që ne kemi si njerëz, që është trupi, gjaku, indet, kockat, dhe shikojmë parametrat e ndryshëm që ndryshojnë, analizat laboratorike, të gjitha gjërat kërkimore që bëhen, thjesht shikojmë ndryshimet, mangësitë që ndodhin në disa sëmundje, dhe mundohemi me anë të medikamenteve pra që të plotësojmë ato mangësi ose të riparojmë diçka nga ana fizike. Problemi është që njeriu, siç thamë, është unik, pra nuk është vetëm mish, kocka dhe inde edhe gjak, por njeriu është edhe shpirt. Është edhe frymë, sikundër Perëndia e krijoi. Dhe patjetër që rolin kryesor në qenien e njeriut si të plot e luan pikërisht shpirti i njeriut. Dhe Krishti e bëri shumë të qartë. Te Gjoni 6, vargu 63 thot: shpirti, pra fryma, është ai që i jep jetë. Mishi nuk ka asnjë dobi. Fjalët që ju kam thënë janë frymë edhe jetë. Kjo që Krishti na ka mësuar është e vërteta për trupin e njeriut edhe për qenien e njeriut, pra për gjithë atë që njeriu është. Dhe është shumë e vërtet që pjesa jone e padukshme, që është shpirti dhe fryma, janë ato që i japin jetë trupit fizik. Dhe në momentin që trupi, fryma, shpirti dhe fryma shkëputen
nga trupi, atëherë është ajo që ne i quajmë vdekja, ka ndodhur. Pra është thjesht një ndarje. Dhe kjo faktikisht është ndikimi më i madh në gjendjen shëndetësore, sepse ne me anë shumë njerëz kuptojmë a je mirë me shëndet edhe kur ne nuk kemi ndonjë dhimbje në trup ose vetëm atë aspektin fizik. Aspektin fizik, atë e trajtojmë me shumë kujdes. Por jam i sigurt që asnjë njeri i cili ka probleme shpirtërore, frymërore, nuk besoj që është 100% me një shëndet të mirë edhe nga ana fizike. Patjetër që ndikon, sepse ajo harmonia e brendshme në shpirtin e njeriut tashmë është e prishur, është e rënë, dhe patjetër që do reflektohet edhe në anën fizike, pra. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më tepër te kjo tematikë, e cila besoj është shumë e vlefshme për gjithë secilin që është duke na ndjekur, ndoshta për të marrë edhe më tepër inkurajim edhe për të reflektuar mbi marrëdhënien personale që secili prej nesh ka, edhe se sa e rëndësishme është të kujdesemi si për trupin ashtu edhe për shpirtin, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur këngën Beko shpirti im ti Perëndin, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Rikthehemi pas pak në studio. Dhe jo ti mos harove pratë e ti, ai është i vetmi Perëndi që për ne dha birin e ti. Ai na i fal të gjitha pa udhësi, rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është i vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, sot i beko shpirti im, dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Beko shpirti im ti Perëndin, dhe jo ti mos harove pratë e ti. Ai është i vetmi Perëndi që për ne dha birin e ti. Ai na i fal të gjitha pa udhësi, rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është i vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, Zoti beko shpirti im, dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik. Beko shpirti im ti Perëndin është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me
pastor, por edhe mjek patriot Hoxhaj, dhe në fakt dua të bëj një pyetje në këto momente, e cila besoj ka shumë vlerë për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Jetojmë në një botë ku gjithmonë edhe më tepër dëgjojmë që ka smundje nga më të ndryshmet, ndonjëherë edhe nga ato smundjet fatale për jetën e shumë prej nesh, prandaj si ndikon lutja dhe besimi në procesin e shërimit fizik, por dhe përballimit të smundjeve të rënda. Ashtu si thamë dhe më lartë, pra këto harmonit që njeriu kishte në unitetin e vetë, brenda vetes dhe me Perëndin, me natyrën, me njëri tjetrin, u prishën. Ne dim që nga zanafilla që Perëndia gjithashtu mallkoi tokën, sepse nuk donte që të mallkonte njeriu, dhe toka filloi të prodhonte, thuhet në zanafilla, bimë gjëmbore dhe helme të ndryshme. Pra çdo gjë u korruptua, edhe ambienti, ra, mikrobet filluan të lulëzojnë, pra të gjitha këto prishje harmonish, sigurisht që çojnë atë përkufizimin e asaj që ne i themi sëmundje tek njeriu. Dhe patjetër që sëmundjet janë të natyrave të ndryshme, por gjithsesi mjekësia është në gjendje që të kurojë shumë sëmundje, kanë qenë të suksesshme disa mjekime që janë dhënë, por shumica e sëmundje ende nuk janë të kurueshme nga mjekësia, dhe besoj shumë që nëse rivendoset të paktën harmonia brenda shpirtit të njeriut, paqja në zemrën e tij dhe besimi i fortë te Krishti, dhe kjo ka qenë rezultative gjithmonë. Prej 2000 vjetësh ne dim që në shërbesat që bënte Krishti, që të gjithë ata që i afroheshin me besim, me çfarëdo lloj sëmundje të rëndë që mund të ishin të pashpresë, ata shëroheshin. Dhe Krishti këtë i thoshte, besimi ju të shëroj, ose besim të tillë nuk kam parë në Izrael, në rastin e shërimeve edhe të vdekurve të ringjalljes së tyre. Pra jo se mungon fuqia shëruese e Perëndis, ajo është, mungon besimi. Mungon besimi i plotë te Krishti. Sepse ne ndonjëherë si njerëz i kërkojmë Perëndis llogari edhe për këto sfida me të cilat ne përballemi edhe në aspektin e shëndetit. Shiko, është e vërtet, por nëse njeriu, nëse mjekësia e fokuson veprimtarinë e vet shëruese në anën fizike, dhe ndoshta edhe shërimet janë të përkohshme, sepse vjen një sëmundje tjetër dhe vjen një shkak që njeriu vdes për shkak se trupi është korruptuar, vetë shpirti i njeriut i korruptuar që e drejton trupin e njeriut, e çon në shkatrim avash dhe bëhet i pabanueshëm një ditë. Por atë që bën Perëndia nuk është një shërim i pjesshëm, është një shërim i plot. Nëse ai hyn në jetën e një njeriu që e beson Krishtin, ai ripërtërihet në të gjitha dimensionet dhe parametrat e shëndetit të tij. Dhe patjetër paqja që Krishti jep në zemrën e njeriut, ja te kalon çdo lloj zgjuarësie. Dhe kjo është ajo që ju mungon shumë njerëzve, madje edhe shumë besimtarve, sepse janë besim pak. Por besoj që rastet edhe sot vazhdojmë të kemi të kësaj mrekullie, sepse në fjalën e Perëndis ka fuqi shëruese. Amin. Ka fuqi shëruese dhe nëse i drejtohemi Zotit, patjetër që marrim shërim, me besim shërohemi nga çdo sëmundje. Ndërkohë që ka shumë sëmundje që mjekët edhe mjekësia ngrën duart, nuk mund të bëjnë asgjë. Sepse gjithsesi ne jemi të kufizuar në atë që njohim. Po, nëse mjekësia dështon, Perëndia Krishti nuk ka dështuar asnjëherë. Është i njëjti dje, është i njëjti sot, është i njëjti edhe nesër. Fuqia e tij nuk ndryshon. E vërtet. A mund të jemi nga ana tjetër të shëndetshëm në aspektin fizik, të mos kemi asnjë lloj shqetësimi, asnjë lloj dhimbje edhe problemi, por nga jemi të smur në aspektin e shpirtit, të smur shpirtërisht? Besoj që çdo njeri e kupton përgjigjen e kësaj pyetje. Nuk mundesh.
Përgjigja është jo. Nga jashtë mund të dukesh sikur je mirë me shëndet, por në rast se një person mban sëmundje shpirtërore brenda vetes, që ne i përmbledhim te mëkatet, ose dhe jo vetëm mëkatet, por sëmundje shpirtërore të tilla si inatin për shembull, smirën, xhelozinë, urrejtjen, lakmin për çdo gjë, frikra të ndryshme, ankthje, pasiguri, shqetësime, normalisht do reflektohen edhe në shëndetin fizik. Është e pamundur që një njeri të ketë shumë nga këto gjëra brenda në shpirtin e vet, gjithë këto pesha kaq të mëdha, edhe të mos reflektohen në shëndetin e jashtëm, në anën fizike. Sigurisht që do pasqyrohen. Ndoshta shpejt, herët ose vonë, por një ditë do pasqyrohen, pra do tregohen dhe do indikojnë edhe shëndetin fizik, edhe shfaqen në mënyra nga më të ndryshme, mund të jenë me dhimbje koke, mund të jenë një migren, mund të jenë dhimbje muskujsh, tendinesh, kyçesh, diabet, gastrit, ulçera, hipertension arterial, pagjumësi, epilepsi, probleme tiroiden, lodhje, ulje të vigjilencës dhe të mprehtësisë, hemorragji dhe shumë sëmundje të tilla pra që reflektojnë në anën fizike tonën. Kështu që sigurisht prishja e paqes edhe ekuilibrit dhe harmonisë shpirtërore patjetër reflektohet. Dhe një person kur nuk mund të quhet i shëndetshëm kur ai ka probleme shpirtërore. Por mund të jetë shumë i shëndetshëm shpirtërisht nëse është vërtet në besim dhe ecën me Krishtin, edhe pse mund të ketë një problem shumë të rëndë fizik. Një sëmundje shumë të rëndë ose të pashpresë. Dhe në fakt, duke i referuar dhe aktualitetit, sot shumë njerëz vuajnë nga ajo që ne tashmë jemi familiarizuar me sfida të ndryshme që kanë të bëjnë me ankthin, depresionin, stresin. Si mund të ndihmoj bashkë mjekësia, por dhe besimi për të çliruar njeriu nga kjo gjendje, e cila është vërtet shumë e vështirë për ata njerëz që gjenden atë? Po, është e vërtet. Së pari duhet të kuptojmë kohën ose etapën në të cilën ne jetojmë dhe flitet në Bibël, në fjalën e Perëndis, dhe është e vërtet që në kohët e fundit të epokës së fundit, këto lloj sëmundjesh, këto lloj problemesh do të jenë në listë në vend të parë. Si e kuptojmë të ku na e ka thënë Zoti këtë gjë? Në qoftë se do t'i referohemi, ka shumë referenca, por le të shkojmë tek Luka kapitulli 21, vargu 25 dhe 26. Dhe Krishti thot, na paralajmëron edhe na tregon se çfarë do të jetë në këtë kohë. Krahas të tjerave ai thot, do të ketë shenja në diell, në hënë dhe në yje. Në tokë kombet do t'i zërë tmerri dhe ankthi, nga buçima e detit dhe e valve. Njerëzit për pak sa nuk do të vdesin nga frika dhe nga pritja e asaj që është duke rënë mbi botën, sepse pushtetet qiellore do të tronditen. Unë nuk e di nëse ka një deklarat më të qartë dhe më të vërtet se kjo. Dhe çfarë duam të dim ne sot? Ne duam të dim që jemi pikërisht në këtë epokë. Dhe po të shikojmë me kujdes gjërat që po ndodhin nëpër botë, njerëzit janë shumë të frikësuar. Ankthi, pasiguria është duke u rritur në të gjithë botën, jo në një vend të caktuar. Dhe njerëzit janë patjetër në një frikë të madhe, çfarë do ndodh nesër. Filloi këtu një luftë, bëhet atje kështu, ndodhi ky korrupsion, një smundje, një pandemi. Dhe të gjitha këto janë ato që çojnë njerëzit drejt ankthit edhe drejt depresionit. Cila është zgjidhja që njerëzit kanë gjetur? Sepse ankthi dhe depresioni janë domethënë mund t'i trajtojmë si sëmundje nga ana mjekësore, por nuk është se
me analizat I zbulon që Kaq të prekshme, kaq të dukshme. Ke ankth ose depresion, vetëm se kur ti ja thua mjekut që kam këto probleme. Po ndonjëherë dhe ne vetë si pacient nuk arrim ta identifikojmë. Nuk e identifikon shkallën shumë lehtë që jam duke përjetuar një ankth apo stres të vazhdueshëm. Eksakt, vetëm mund të kesh disa simptoma fizike të cilat mund të dyshojë një mjek që ti ke thjesht nga ana frymërore këto gjëra, domethënë që je në ankth ose je duke kaluar një depresion, një periudhë të vështirë. Por zgjidhja e njerëzve është e çuditshme. Shumë njerëz I drejtojnë alkoolit. Edhe në disa alkoolistë që I pyesim edhe mjek të tjerë kanë këtë përvojë. Arsyeja që pi alkool, po ja kam halle probleme. Për të humbur mendjen atë gjuhën popullore që përdor. Për të humbur mendjen edhe prandaj e përdor alkoolin. I drejtojnë drogave të ndryshme për të gjetur për të marrë të njëjtin efekt, pra sepse mendojnë që ajo e lehtëson shumë situatën e ankthit ose të frikës ose të depresionit edhe shkojnë drejt tyre. Shumë të tjerë patjetër I drejtohen mjekëve, I drejtohen farmacive, po dhe mjekët dhe farmacit thjesht japin disa medikamente që unë I klasifikoj si trumpirse dhe nuk zgjidhin dhe ato problemin, se po ta kishin zgjidhur nuk do kishte njerëz që vazhdonin për vite me ankth dhe me depresion edhe me frikra dhe pasiguri të ndryshme. Pra nuk e zgjidhin problemin. Të gjitha këto gjëra të cilat njerëzit përdorin dhe I shikojnë si zgjidhje të problemeve të tyre, thjesht e zgjatin edhe e vështirësojnë më shumë problemin që ata kanë. Mosbesimi I njerëzve tek Zoti I gjallë dhe I vërtet Jezu Krishti në fakt I çon të gjithë ata në kërkimin e zgjidhjeve të gabuara. Por besimi tek Krishti bën që shumë njerëz të çlirohen, qoftë nga ankthi, qoftë nga depresioni, qoftë nga frikrat e ndryshme, pasiguritë që ata kalojnë në jetën e tyre. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Nëse drograt e ndryshme, alkooli, medikamentet trumpirse dhe shumë metoda të tjera kanë dështuar, Zoti nuk ka dështuar asnjëherë. Zoti nuk ka dështuar. Madje fuqia e Tij e jashtëzakonshme dhe emri I Tij ka një fuqi të jashtëzakonshme që edhe njerëzit të cilët janë të demonizuar ose të pushtuar nga frymra të ndyra çlirohen në emër të Jezu Krishtit. Pa asnjë lloj medikamenti, pa asnjë lloj procedure tjetër të veçantë, të mbinatyrshme. Mjaft në emër të Jezu Krishtit dhe ata pastrohen shpirtërisht. Pra kush të rret emrin e Zotit dhe Jezu Krisht do të shërohet. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të rikthyer vetëm pas pak dhe për të ndalur tek diçka e fundit, por në këto momente shkutemi për të ndjekur këngën Më shumë dashuri nga Kisha Ungjillore Livonik Maliq. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti.
dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time, do të ta adhuroj me gjithë zemrën time, do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të ta adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time, do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të ta adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Rikthehemi në studio mbas këngës që sapo kemi ndjekur, më shumë dashuri nga kisha ungjillore Libonik Malish për të vazhduar bisedën me patriotin në ditën e sotme, dhe ajo që dua të të pyes në këtë moment është se çfarë përgjegjësie ka një krishter për të kujdesur për trupin e tij si tempulli i frymës së shenjtë. Është shumë e vërtet. Kjo është një përgjegjësi që ne marrim mbasi besojmë në Krishtin dhe fillojmë ecim, i dorëzojmë jetën Krishtit, dhe Krishti është ai që fillon edhe ripërtërin gjithçka, të gjitha parametrat tona emocional, frymëror, fizik dhe mendor. Pra ai është në gjendje të ripërtëri. Ai është në gjendje madje të bëj të reja, dhe do t'i bëj të reja një ditë, siç ka premtuar, por edhe në këtë trup të rënë që ne kemi, për shkak të mëkatit dhe të korruptimit që ka hyrë në botë, patjetër që fuqia e tij ripërsëritës është absolutisht e vërtetë. Dhe nëse e lejojmë që ai ta vazhdojë këtë, si thua, ta përfundojë si proces, atëherë ai e bën gati shpirtin e njeriut, dhe bën gati trupin e njeriut, që fryma e tij e shenjtë të banojë brenda tij. Dhe ne kemi, kur themi tempull, ne gjithmonë e dim përse flitet, pra flitet për një vend i cili kishte disa ndarje, dhe në ndarjen që quhej vendi shumë i shenjtë, ishte vetë prezenca e Perëndis, pra. Dhe fryma e tij që ishte prezente në popullin e tij. Tani ne e dim shumë mirë që kë ka shpallur tempull Perëndia, dhe Krishti thotë që ju jeni tempulli, dhe drejtohet në dy dimensione, në dimensionin individual dhe në dimensionin e bashkësisë së krishterë që është trupi i Krishtit, pra kisha. Dhe do t'i referohemi letrës së parë të Korintasve, kapitulli 3, vargu 16-17, ku thot: a nuk e dini se jeni tempulli i Perëndis dhe se shpirti i Perëndis banon në ju? Nëse dikush rënon tempullin e Perëndis, Perëndia do ta rënojë atë, sepse tempulli i Perëndis është i shenjtë dhe ky tempull jeni ju. Pra, pyetje se çfarë përgjegjësie ka një besimtar që ndjek Krishtin dhe zbaton urdhrimet e tij për të mbajtur tempullin të pastër, është po, ka përgjegjësi kryesore. Në aspektin individual, nëse Perëndia ka ripërtërir parametrat e tua shpirtëror, frymëror, parametrat e tua fizik, emocional, mendor dhe të ndërgjegjes, atëherë është përgjegjësia jote si
një njeri I ri për të rirë nga Perëndia që ta mbash në këtë standard. Pra të mos rrëzohet më në standardin e ullët që ishte më përpara. Sepse në këtë standard fryma e shenjtë e Perëndis banon. Dhe nuk mund të banoj në një standard të ullët. Ajo kërkon një standard të lartë të gjithë parametrave që të banojnë në ty. Dhe në aspektin e bashkësisë gjithashtu, kjo është e vërtet. Pra ne duhet të ruajmë njëri tjetrin në pastërtinë dhe shenjtërinë e fjalës së Perëndis në marrëdhënie me njëri tjetrin në bashkësinë e Zotit, duke konsideruar tempullin ku banon gjithashtu fryma e shenjtë e Perëndis dhe ajo është një standard I lartë gjithashtu që Zoti duhet të banojë aty. Kjo është ajo që është për shkak të ndërgjegjes që Zoti na ka dhënë dhe që ne duhet ta bëjmë. E dyta arsye pse duhet ta mbajmë këtë shenjtëri, pra këtë tempull të pastër, është edhe për shkak të gjykimit të drejtë që ai ushtron mbi ne, sepse thot në vargu 17, nëse dikush e rënon tempullin e Perëndis, Perëndia do ta rënojë atë. Dhe fatkeqësisht kemi pas raste qoftë të individëve, qoftë edhe të kishave të tëra që janë rënuar në këtë mënyrë. Pra gjykimi I tij është I drejtë. Duhet të kemi frikë nga Perëndia. Dhe ta mbajmë mirë tempullin e Perëndis, pra trupin e Krishtit, kishën dhe trupin ton, pra në qenin e tij të plot. Dhe të mos e ngatrojmë besoj atë që ne e quajmë mirëpasere Perëndia ka hir. Patjetër, ai ka hir, por Perëndia ka hir dhe hiri I tij ka një kufi. Po. Diku mbaron. Pastaj fillon gjykimi. E vërtet. Edhe duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë këshille do t'ju jepje dëgjuesve që janë duke kaluar ndoshta një sfidë shëndetësore dhe shpirtërore njëkohësisht? Është shumë e vërtet që çdo njeri nga ne, pavarësisht nga besimi që ne kemi, ose si thua forca e besimit tek gjithë secili, fuqia që ne besojmë, ne të gjithë, edhe pse jemi besimtarë edhe ndjekës të Krishtit, përsëri kemi probleme shëndetësore. Në mos probleme të shëndetit fizik, mund të kemi probleme të shëndetit mendor, mund të kemi probleme të shëndetit emocional. Kemi frikra, pasiguri. Mund të kemi probleme të shëndetit frymëror gjithashtu. Pra, në një farë mënyrë ose në një tjetër jemi të predispozuar ose si thua vuajmë nga diçka. Nuk jemi 100% në parametrat e kohës së Adamit dhe Evës para rënies në mëkat. Nuk mund të jemi. Kjo është e vërtetë dhe duhet ta pranojmë këtë të vërtetë. Por nuk është se ka ndonjë recetë të caktuar ose ndonjë këshill të urtë njerëzore që unë mund ta jap, sepse këshillat më të mira dhe më të urta, më të përsosura I ka dhënë vetë Perëndia. Unë thjesht do t'i referohem letrës së Jakobit, kapitulli 5, vargun 13, 14 dhe 15. Dhe ai na drejtohet në këtë mënyrë. A vuan ndonjëri prej jush? Normale që të gjithë e thamë që vuajmë nga diçka. Le të lutet. Kjo është zgjidhja. Kjo është këshilla. A është ndonjë I gëzuar? Le të këndoj psalme. A është ndonjë nga ju I sëmur? Patjetër që dikush vuan nga një sëmundje. Le të thras pleqt e kishës që të luten për të dhe ta lyen me vaj në mënyrë figurative në emër të Zotit. Lutja me besim do ta shërojë atë që lëngon dhe Zoti do ta mëkëmb nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Amen. Pra kjo është këshilla më e mirë. Për ata që nuk besojnë ende në Jezu Krishtin, le të marrin një vendim sot, të besojnë, të hapin zemrën. Dhe për ata që besojnë, le të zbatojnë fjalën e Zotit. Edhe këshilla e Zotit është më e mira. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Ishte kënaqësi të ishim së bashku, pastor. Faleminderit, edhe Zoti ju bekoft. Shumë bekime edhe për ju. Ne do të shkëputemi për një tjetër hapësirë muzikore. Vjen kënga Jam në shtëpi me atin, kënduar nga Marcel Firajn. Rikthehemi pas pak në studio.